Kapri, unë mund të shtoja këtu edhe PS-n, se të duhet thënë në fakt që, se thuash, gara në fund të fare, përfshidhe ato të diasporës, ishe midis teje, PD-s dhe PS-s. Edhe pse PS-ja duhet thënë, ishte disa hapa më larg PD-s. Në fakt, rivaliteti më i madh ka qenë midis teje dhe PD-s. PS-ja filloi të afrohej në momentin kur u filluan të numëroheshin diaspora. Po për të kaluar këto detaje, ç'an ndjen sot Kapri, në datën sa është thot 21 maj, pra fiks 10 ditë pas zgjedhjeve, ç'an ndjen sot, për herë të parë në jetën tënde Kapri, njeriu që unë kam njohur para shumë viteve, nuk e se sa, 20 e sa vjet? Po, fiks, po. Në fakt nuk të njihja aty atëherë, dhe unë tani ktheja them me një kënaqësi të papar, më bë shumë qefi që ti do jesh në parlamentin shqiptar. Të kam njohur para 25 vjetëve ndoshta. 23 vjetëve. Në të njëjtin vend këtu ku jemi. Kur unë kisha një çun që sapo kishte lindur, djali im i vogël sapo kishte lindur, dhe vija e sillja në ca lodra, në ca parqe që kishte pishina. Po. Ishte egu. Po, unë nuk dua ta përmend emrin. Okej. Thjesht shumë afër MCN-s. Po. Atëherë ishte një lokal, kishte fusha sporti. Nga të vetmi në Tiranë. Nga të vetmi në Tiranë dhe mblidhe gjithë Tirana që nisë mos shton të dielave dhe vinin këtu se s'kishin ku të çonin kalamajt. Sigurisht ishte më mirë t'i çoje këtu, se ata luanin, kishte pishina, kishte fusha futbolli, se sa në qytete tregtare komerciale që është një ditë e zezë. Dakor? Pra, po ta vësh resh, regres me ç'kemi qenë. Dikur kishte mundësi për kalamajt të luanin. Tani kalamajt rinë në kondicioner dhe në erën e qelbur të fast foodeve, ku vaji ndrohet një herë në 4-5 muaj. Megjithatë ç'në si ka? Ky ishte një detaj. Thelbi është që Kapri në atë kohë, unë e mbaj mend në mënyrë të vagët shumë, punonte kamarier. Ishte vetëm 17 vjeç, sa ishte ka? 16-17. 17 vjeç, ishte kamarier. Unë sigurisht në moshë mund t'je baba i Kaprit, 57 vjeç, tani në këto momente. Dhe mua Kapri më ka kujtuar vite më vonë, po ti më ka thënë se mban mend çane që unë të kam shërbyer disa herë, siç kam shërbyer edhe klientëve të tjerë. Po ku i thash? Në filan lokal, tha, këtu afër MCN-s. Dhe unë që pata një, u preka. Po shumë vite më vonë kjo muhabet. Dhe sot, me qëllim po ja kujtoj, për të thënë pikërisht një njeri që vjen nga asgjëja, nga askundi, Kapri është me origjinë nga Pogradeci, ishte student në atë kohë. Gjimnazist bile. Punonte për nxjerr bukën e gojës në vitet 2003, 2004, 2005, pak a shumë. Dhe sot është deputet, vëlla. Pra, tregon përpjekjen itinerarin e një njeriu i cili kur do të arrit diçka, e arrin. Duke filluar nga punë të thjeshta fare. Sot Kapri është historian. Ç'mund të shtojmë tjetër Kapri në karrierën tënde përveç pedagog dhe historian. Urimet e mia për këtë hap cilësor, për këtë slanço të papar që bëre në jetë. Falenderoj për vlerësimin. Mu bë shumë qefi, realisht. Edhe për detajin. Edhe për detajin. Ai detaj tani bëhet shumë i rëndësishëm akoma. Po. Tani po kujtoj shumë. Domethënë, sepse kur ta kam përmendur, u kujtova edhe ti pasaj. Pastaj u kujtova edhe unë më vonë. I kujtova edhe gjitha, po. Në thelbi kjo është, domethënë, ne kemi folur për mundësi këto zgjedhje. Pra shqiptarët kërkojnë mundësi dhe nëse ti u krijon mundësi atyre, atë shqiptarët çajin vet. Ne jemi një popull ambicios. Dhe nëse u krijon mundësi shqiptarëve, ti hapësh porta dy herë, shqiptarët çajin. Dhe mendoj që historia ime po dhe Agronit, se është e ngjashme, varësisht se Agroni ka një stat tjetër në sipërmarrje, tregon këtë gjë. Dhe ne për këtë kemi folur në fushat, mbi të gjitha. Vetëm si parti e djathtë, por edhe si një lëvizje politike ku kemi folur që ne duhet të zhvillojmë shoqërinë përmes individit, iniciativës së lirë, jo përmes shtetit dhe qeverisë, sepse ndryshe këtu do vazhdojmë kemi më shumë probleme. Me një fushat mbaroj dhe ti sot je deputet bashkë me Agronin jeni dy nga Partia Mundësia. Sa orë, ma thuaj shkurt fare, sa net pa gjumë ke kaluar në dangë, që të filluar që nga të 11 deri sa? Edhe a ke rregullu gjumin apo jo? Edhe akoma. Akoma. Jo, ka nisur që të premten, për mbyllën fushatën, e shtuna ishte përgatitje për ditën e zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve duhet përgatishin bashkë me vëzhguesit, dhe po besoj deri nga e entja, praktikisht ishte me 1 ose me 2 orë gjumë në ditë. Si të thënë, shkoje, flije gjumë, kthehesh e prapë. E bënin me radhë? Njërë ti, njërë Agroni, apo ju të dy ishi gjithmonë bashkë dhe... Jo, u kryua një lloj precedenti që në ato orët e para të mëngjesit, po themi ora 4-5, ndalon të numërimi, e fillon të diku ora 7-8, dhe ishën to 2-3 orët e vetme që kishe mundësi të pushoja. Qartë, në momenti që bënin pushim ata? Po që të bëjë ndryshe? Ma thuaj shkurt fare, para se të shohim dhe diçka nga Gjinishi.
Sa vota arritët të shpëtonit pas atyre që dorën në ekran, që bërtiste Agroni, që është manipulim, do dënoni, ju prek ligji, kujdes, në votat e pavreshme. Unë ditë tem të gjë që në moment ne bëm të betej të fort për votën e votës tonë, shumë edhe gazetarë edhe figurat të tjera më telefonin dhe më thoshin urime se e morët mandatin e dytë. Po si ka mundësi? Është efekt psikologjik? Po është, patjetër që është. Sepse ne kapëm një precedent që s'kishte ndodhur në mas një parti tjetër që votat tona specifikisht po cilësoheshin të pavlefshme për një arsye banale, kot, pa lidhje. E bëm atë betejë të gjatë atje, që ndruam disa orë, ja arritëm të qëllimi dhe këtë moment pasaj dhe fiks pas 2-3 orësh doli lajmi që Partia Mundësia konfirmon mandatin në Tiranë, të dytin. Kur themi kapri thyen për dën, këtë thyve tamam kapri. Okej, ta shpjegoj ta. Jo, po mos shpjegoj me shumë detaje, se nuk kanë asgjë, gjë e kaluar. Detaje. Ka fjalë me kë, me thuaje, me këtë thuaje, me si e ka, Ilir Ali Mehmeti. Ali Mehmetin? Jo, fare. Apo Mjorita Tabakun? Fare. Se Rita Hyri, unë këtë s'të mora vesh asnjëherë. Jo, ka diçka. Sepse mandati që mora unë praktikisht ishte i fundit që mbeti në lojë. U konfirmuan 139 deputet. Po. Mandati i 37 e Tiranës ishte akoma në lojë. Ishte i fundit i Tiranës, jo i gjithë Shqipërisë. I gjithë Shqipërisë. Po si ka mundësi? I gjithë Shqipërisë. Po sepse mandati 37 i Tiranës, pra i fundit që ndahej, do të ishte midis PS-s, PD-s dhe ne. Pra ishëm 3 parti në lojë për ta marrë të mandat. Pra PS-ja kishte garantuar 19, PD-ja kishte garantuar 13, ne kishim garantuar një, lëvizja bashkë një, lëvizja tjetër Lapajt një tjetër. Mandati i fundit 37 ishën PS, PD dhe ne. Ne kemi qenë gjithmonë më afër me projekcion dhe me koeficient, dhe në momentin që morëm numrin e votave, konfirmuan mandatin. Por do të thënë që dhe PD-ja dhe PS-ja kanë qenë shumë afër. Dhe unë e kam treguar edhe me një detaj, sepse kur konfirmuan mandatin me numërimin në Tiranë, vizitova këtë parkun olimpik ku ishin votat e diasporës dhe eksponentë lartë të PS-s po muronin që ju lumë të ja morët mandatin PD-s, këta të PD-s më uronin ju lumë të ja morët mandatit PS-s. Dhe pikërisht se ishte në lojë kjo gjë. Por, du të kuptojmë një gjë. Ishte mandati jonë, ishin votat tona. Ne morëm 24.000 vota në Tiranë. Në Tiranë. Dhe në Shqipëri total 29.000. 29.000 e një votë. Emi dhe kapri dole të dytët pas lëvizjes bashkë dhe nismës. Duhet thënë lëvizja bashkë, sepse nisma normalisht nuk ka marrë më shumë se 10.000 gjithsejnë duket, apo jo. Nuk e marrë më në shifra tani. Nuk e di, ishin koalicion, tani kështu që... Koalicion, po, indanat, duhet thënë, nga emrat që kanë votuar atje, sigurisht shumica e ka marrë Lapaj, Shqipëria bëhet. Fakti që dole të dytët, a jeni ullë me Agron Sheajn dhe keni biseduar si ka mundësi që ata morën shumë se ju, për shkak popularitetit e Lapajt, se Agroni ka përshtypjen, Agroni do ketë pas dhe më shumë mundësi se Lapaj, qoftë financiare, qoftë. Si ka mundësi që ju, pavarësisht se morët 2 në Tiranë, sepse luajt strategjikisht bukur, pra keni luajtur, keni punuar shumë fort Tiranë dhe punuar gjithë Shqipërinë dhe prandaj u këtandisë me një deputet, që është edhe sami vota. Kemi qenë shumë afër një mandati në Vlorë, në fakt, për afërsisht 800.000 vota. Kemi marrë rezultate shumë të mirë në Fier, në Durrës. Dëgjoj, ne kemi filluar ta lexojmë me shumë interes votën në kuti. Çani në brenda Tiranës, në Bashkinë e Tiranës kemi marrë 21.000 vota. Ose brenda unazës së Tiranës, në zonat dhe më të majta dhe më qytetare të Tiranës, ne kemi marrë 8-9% votave. Më shumë vota kemi marrë në njësinë 5 të Tiranës, në bastionin e PS-s. Pra ne jemi forca e vetme politike që kemi marrë vota nga e majta, e kemi marrë bindshëm. Si i përgjigjesh sot gojëve të liga që thonë që Agroni po mos kishte lekët e veta në fushat, po mos kishte paguar nuk do arrinte këtë rezultat. Është legjend kjo, është legjend. Pavarësisht mund ta shikoni fushatën tonë. Ai ka thënë vetë Xhanim që unë vetë parat e mia ka thënë. Po kemi bërë koncerte, kemi bërë një fushat normale. Normale. Jo, koncerte jo, po. Jo, kjo fakti që Agroni përdori parat e veta është kënaqëria jonë, sepse ne tham njerëzve që dëgjoj, ne do ruajmë pavarësinë tonë. Domethënë sepse ne dimë që kush paguan të treq përveshin nesër. Dhe do sakrifikojmë, do paguajmë parat e mia në mënyrë që ne të kemi këtë pavarësi, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe kemi kërkuar një të gjë tek partitë e tjera, sepse ne dimë që fushatat kushtojnë partive të mëdha miliona euro dhe deklarohet 20-30 herë më pak në. Po gjë nuk kuptojmë më kapri, sepse mbas nuk e ti njeriu i duhur për të folur për financa. Agroni është biznesmen i vjetër dhe i suksesshëm, dhe ai mund të përgjigjej për këtë. Mbase kur të vi këtu do ta pyes për këtë. Si do nxjerrë këtë investim Agroni, ke menduar? Gjë, tani.
Kjo nuk është një ndërmarrje për shkak që tani fillon shetë dhe merr barat mbrapsht, kupton? Ndoshta nuk e shikon politikën kështu si çaj. Kjo- Pra është pasion të vetë marr, ka paguar për pasion. Jo, po ta them unë këtë gjë. Kjo lëvizje politike sot është një lëvizje e cila ka një perspektivë të jashtëzakonshme për nesër, për cilin ndryshim të madh në Shqipëri. Unë praktikisht e përmenda, votat që kemi marrë ne janë gjithë votë e shtresa e mesme, njerëz të bërvet, biznesi, njerëz që nuk presin nga qeveria. Në çdo qendër qyteti çani ne jemi forcë tretë. Në gjitha zonat urbane, ne s'kemi marrë votë në fshat. I kemi marrë gjitha votat në qytet. Po, forcë tretë. Në qytet. Tretë është lape, pra e tham. Po them në qytet çani. Në qytet, dakor. Pra, shtresa e mesme në mas ka votuar partinë Mundësi. Dhe kjo është një votë që na inkurajon për të ardhmen. Patjetër, nuk diskutoj. Sepse njerëzit që na kanë votuar, njerëzit që na mbështesin, janë edhe njerëz që kanë goxha potencial. Më vin mesazhe, pastaj do hap muhabetin me Gjinishin. Më vin mesazhe, më thon, çani të lutem, lexoja pak zotit Kapri, thotë, duam të shojmë në koalicion në 2029, do kishit 12 mandate sot. Një në çdo qark, do profesionin gjithë Republikën. Tani dëgjoj pak. Ka një problem. Në qoftë se shikon politikën si një kalkulim matematik. Unë mund të votoja të tre, unë mund të votoja të treve, thotë. Ja pun përgjigje. Në qoftë se shikojmë politikën si një kalkulim matematik, nuk mendoj se mund të kishte njëjtin rezultat. Unë mendoj që ne morëm të rezultat që morëm për shkak sepse garuam vetëm, garuam me një vizion dhe me thua, po të ishit bashk, s'do i merrja këto vota. Nuk do i merrja. Ju mendoni që votuesit e Qorit do ta votonin Qorin po të ishte me ne një forcë të djathtë? Sigurisht do thoshin ke bëri pazar. Çfarë kuptoj? Kjo nuk ishte një betejë për të marrë sa më shumë mandate apo ku diun se çfarë. Jo, ta shikojmë ndryshe. Sepse tani kjo nuk ishte, po a do jetë 2029? Si e llogarita i zotëria për shembull që do merren të njëjtën numër votash po të ishin në është bërë me llogari, është bërë me Jo, po ti e llogarit pas tani. Jo, pas. Votuesi jo. Edhe para është bërë. Është bërë edhe para kjo. Ne Çanin, nëse do na shikonin bashkë me Qorin apo me Lëvizjen. Me lapaj. Nuk do na votonin. Ti je i sigurt për të gjë. Sepse kishin ashtu siç votojnë, po donin siç votojnë. Keni votues djathtë, domethënë. Pra, jo vetëm. Po jo më edhe lapaj ka djathtë pasmë, nuk është puna atje. Jo vetëm. Unë thash, në njësitë më të majta Tiranës se kemi marrë më shumë vota. Pra, Kapri trosh muhabeti. Ti ditë projektosh të ardhme sepse je idealizuar, je pedagog, je i formuar. Jemi në 2029, jemi 3 muaj para zgjedhjeve. 4 muaj para zgjedhjeve. E zëm jemi ku ta them më shkurt të vitit 2029. Zgjedhjet janë në maj prap. Apo jo, se kështu i bie. Në rregull. Ë? Do jeni vetëm prap. Do hymi prap vetëm këto zgjedhje. 2029 jemi. Tani, një gjë është e sigurt është që Partia Mundësia do zgjerohet. Pra do zgjerohet vetë ajo, por nuk do bëj koalicion. Do rritet. Pastaj për koalicionet duhet të parë edhe cilat janë kushtet, se mase na ndryshon kodi zgjedhor prap, sepse çdo 4 vite ka ndryshuar. Me këtë kod zgjedhor po flasin që jemi. Me këtë ngelet për të diskutuar pastaj nuk e dim, këto që janë sot do të çojnë deri në fund apo jo? Se edhe kjo është janë 4 vite të gjata. Dhe nuk e dim nëse të tjerët që janë sot në lojë do vazhdojnë. Çfarë zhvillimesh do ketë nga maxhoranca, çfarë zhvillimesh do ketë nga opozita. Mund të dalin elemente të rinj Çani që ndoshta janë më shumë perspektivë. Parti parlamentare them, dakor, kështu nga jashtë parlamentit do diskutohet që mund të bëni koalicion dhe aleancë me këto doni. Do parë më Çani, sepse deri para 2 muajsh, cila ishte basti i madh. Që partitë e reja nuk dojnë parlament apo jo? Zero. A ishte ky basti më madh? Jo. Thoshin të gjithë që një deputet minimumi do ta marrim. Bile kishte njerëz që shpresonin do minimumi shumë. Ne kemi projektuar 2 mundësi këtu me anketën, me sondazhin. Me sondazhin po. Të kujtohet? Ja shka thënë Gjinishi, parashikimi i Gjinishit para zgjedhjeve, ka ledhjo. S'ke fajin. Po fillojmë nga opozita. Po doja 64. Po soja 68, 69. Po. 3 marrin partit e Zotit Basha, Shehe dhe Lapaj. 3 Tom Doshi. Ndoshta, për këtë me pikpyetje të madhe, 1 e merr Arlind Qori. Pikpyetje në rregull. Ku gaboj? Jo, të këto tjera të fuqishme mirë. Dëgjova. E tha pra më, nga një. Ku gabova? Ku gabove? Te totali. Te Rama s'me do 70, po bravo. Përcaktova fituesin. Po mos u mërzisë. Jo. Të gjitha sondazhet kanë gabuar, ëh. Jo, dhe Rama. Çdo sondazh Shqipëri ka dalë bllok me këtë. U surprizuar Rama. Domethënë, ne përcaktuam sa kush është fituesi, kush është opozita. Po nuk llogaritëm atë pjesën tjetër të filmit, që shkoi 83. Tash do shohim kush ishte arsye që shkoi 83. A ishin këto bandat, a ishin këto se që futen në parlament, Eraldi, nuk është ndonjë çudi më. Po që të futet Eraldi në parlament me 10.000 vota, mes Tiranës, pedagog, person publik, i bërë, i njohur, me angazhime publike, dhe të vi një tjetër, anonim, që nuk e njeh askush, e të marrin afërsisht 20.000 vota, kjo është pyetja Çani. Kjo është pyetja. Dhe unë do të them 3 gjëra. Po kjo dëgjon. 3 gjëra. Kjo vërtet është e tmeshme kur e mendon, po ndërkohë kjo nuk kategorizohet në vjedhje, kujdes. Jo, kjo karakterizohet
komplet vjedhje. Si do e provosh? Një minutë, ja do ta them. Si do e provosh të godatë penalisht, se unë jam dakord. E provon ase provon. Ore, kjo është blerje votash me shumicë. Atëherë ta bëjmë pyetje ndryshe. Kjo është blerje votash me shumicë për një kandidat saktuar. Okej. Po problemi është që këtu nuk e futët e vjedhjet. Që këtu është bërë nami, që këtu, që Ramsi bërë një inxhinjeri elektorale të papar dhe deformim vote, ai e bën se kanë 100 miliona ndorë, ka gjithë pushtetin, ka mediat, ka gjithë shkalla, dakord? Ne nuk po themi këtë. Ne po themi këtë tjetrën, që mos është pak vonë tani të bëjmë llogarit pas zgjedhjeve? Duheshim marrë masa përpara apo jo? Jo, patjetër, e mbamën pyetjen që i bëra doktorit këtu. Kur e kishim bashkë. Po. Si do përballoni vjedhjet, bandat, vetëm këto i thash apo jo? Di, po ti në rregull. Ka që është historia. Domethënë, për te kësaj, projekcioni ishte okay. Për ta mbyllur. 3 gjëra do të them. E thash çështjen e sondazhit që ishim mirë në kuptimin që shifrat tona nuk ishin si sondazhet Po të gjitha sondazhet kanë gabuar, nuk di në një sondazh të kenë nxjerrë Ramën 83%. Po nuk përmbysëm gjë, domethënë. Thjesht Rama me mekanizmat e vet e thelloi fitoren e tij. E dyta, ajo që do thoja unë, parti të reja si mundësia, edhe këtu meriton respekt, unë u gëzova shumë për hir të vërtetës, se parlamenti shterb, ignorant në disa raste, të turpëron kur gjon deputet që s'din të flasin shqip. Nuk din thonë 2 fjali rrjedhshëm shqip. E jo më tej ti kërkosh mendim, ligje, vizion e kush e di se çfarë. Kështu që ne, si thuash, këto futën për herë të parë ngar dhe dhan elit. Aq sa patën mundësi, sollën elit në parlamentin shqiptar. E dyta, sigurisht që patën ishin një hap përpara gjithë partive të reja, se zoti Sheja i viti nga jeta parlamentare, e njihte politikën. Ishte angazhuar, sigurisht që kishte edhe bonusi financiar ka të bëj, por ndallim nga gjithë tjerët, dhe këtu e kam me partitë e mëdhaja, të janë shumë më transparent çani se sa të gjithë tjerët. Zotëria është biznesmen, ka erdhur parat e tia, sigurisht që ka sakrifikuar, idealizmi ky është fund fare. Botën e kanë krijuar idealistët, nuk e kanë krijuar materialistët, nuk e kanë krijuar botën as pazargjit. E treta që e ceku pak Eraldi. Okej, ju bët një analist mirë kur llogarisni matematikisht. Kujt i hoqi më shumë PS-s apo BD-s? Unë mendoj personalisht, nuk e di sa do jetë dakord edhe Eraldi. Këto kanë marrë votet e tyre zotëri. Po ndërkohë shumë e thjeshtë. PS-ja në raport me PD-n, nuk po them raport me këta, është 330.000 vota përpara. Me shifra kjo i po them. Tani është komplekse kjo çani, se pjesëmarrja në votime ka rënë, madje PS-ja ka më pak vota fizike. Pjesëmarrja është e madhe o ka prisi sipas ka rënë pjesëmarrja. Me gjithë diasporën është më pak se 2021, në 60.000 vota më pak. Rama ka marrë më pak vota se 2021, vota fizike. Prapë në vetvete është pjesëmarrja. Ndërkohë ka prodhuar më shumë deputet. Më shumë deputet. E kupton? Sepse ka dhe prim të fshet ky sistem, ne e dim. Rama ka marrë 7-8 mandate vetëm sepse është partia e parë. Qartë, I merr automatikisht. Ka për një gjë jam kurioz. PD-ja po bën fatikisht një déjà vu. Na i vodhët nuk i njohim, nxjerr video, nxjerr gjëra, Berisha ashtu të gjithë vetë. Ne nuk e dim se do vazhdoj kjo muhabet, po më duket e vështirë ta mbaj këtë refren edhe një mandat të 4, se ka edhe një mandat të 3, po themi se 2013 nuk e bën këtë gjë ata, po do i fillon nga 2017. Flas për zgjedhje politike, as po fut zgjedhje lokale. Ju vetë s'keni artikuluar asnjë gjë, as ti as Agroni si parti. Kemi folur patjetër. Ju për shembull i njihni këto zgjedhje, i qoni zgjedhje ndershme. Po përplasën live me dhanë gjithë mediat kur po i vidhin vota. Patjetër. Këto mandatin e dytë e shpëtua nga vjedhja. Po kanë qendrim politik partia mbrapa. Gjë, çani, kjo ishte një garë pa barabartë. Ishte një garë që fituesin e dinim. Ishte fituesi. Absolutisht. Por tani ky rezultat është fakt. Me mullin të erës nuk do bësh betejtje. Atëherë kjo vlen dhe për 2029 apo jo? Pra Rama ka dhe mandatin e 5. Po këtu nis puna pra, sepse ne ishim në Partinë Demokratike dhe lëvizëm sepse të besonin. Pa besonin, nëse ne nuk ka një ndryshim thelbësor të opozitës, pa bërë një kontrast të plot me Edi Ramën, nuk ke shanse të vish në pushtet. Ramën nuk mund ta konkurosh duke bërë modelin e Ramës, modelin e të fortit, modelin të përplat. Do një kontrast moral. Mua më është dukur komplet rotacioni. Mua më është dukur komplet Berisha nuk ka fare lidhje me modelin e Ramës, është komplet model ndryshe. Në ç'kuptim? S'ka lidhje, domethënë se ti mendon që ata po imitojnë Ramën, jo. Rama është i paimitueshëm këtu në këtë vend. Një sekond. Se ata them, nuk mundet Rama me modelin e Ramës. Unë po them në ofertën politike që ti ke. Sepse ti mendon që këtu zgjedhje mund të fitosh me ofertë politike. Me kontrast moral, Moçani?
Po patjetër. Po pse si ka ndodhur 2005 për shembull? Si ndodhi 2005? Ndodhi me kontra Po patjetër me duart pastra ndodhi. Dhe këtë e bënte një Berisha i cili kishte dalë komplet i dërmuar nga 97-a. Kujdes, mos e harro këtë. Dakor, pra, po 97-ën e kishin favoraj sepse i larguan nga pushtetit me dhunë. Në 2005-ën Berisha tha unë jam njeri me duart të pastra. Real, mleo të them një mendim ndryshe. Dhe për ta mbyllur sepse Në mandatin e 4, një qeveri si Eri Lindjes, që i ka shifrat të nxjera, që i ka të gjitha raportet ndërkombëtare të zeza, Plotësisht dakord. vjen dhe rritet në 83 deputet dhe ti thua që mund ta thyesh me moralitet, Jo. Është nuk një e nga thyen dot nëse nuk ndryshon kodin, nëse nuk pret duart e pista, nëse nuk e ndan, nëse nuk ka një organizëm që të shkatërroj mafien dhe krimin organizuar që është ulën pushtet. Unë jam plotësisht dakord. Madje ne kemi folur më shumë gjatë fushatës duke thënë që këtu kemi të bëjmë një ekonomi të kapur. Ky ka marrë një model putinist, i ka vënë gjithë në rresht. Ky vendos kush është kush do bëhet i pastër, kush do bëhet i varfër në këtë vend. Ky vendos. Gjithë të pushtetin e madh ekonomik të 4-5 njerëzve që ne i dim kush janë. Kupton se janë bërë se janë të zotë ata? Jo mos e u ka dhënë ky të drejtë ekonomike. Sigurisht. Dhe janë bërë të tillë. Këtë e ka bërë dhe në kontrollin mediatik, këtë e ka bërë dhe në kontrollin total të shoqërisë, dhe prandaj po them unë është ngjarje pa barabartë. Por në të kushte ti si do sillesh me të. E vetëm kaq që ngelet, nëse ti mund të kesh një shans, është kontrasti moral. vetëm kaq. Sepse po këtu fiton besueshmëri dhe nga njerëzit dhe nga faktori ndërkombëtar dhe nga gjithçka tjetër. Tani ta hajt drejt i ketë gjithë kundër. Pastaj ka shumë gjëra që luajnë, që nga lista e deputetëve që u vendos për shembull Partinë Demokratike. Ai ishte një listë për të qeverisur apo një listë për të mbajtur partinë tani? Domethënë, aq sa ke mundësi ofroje, bëje, lëvize. Unë e kuptoj që gara është e pabarabartë, është shumë e pabarabartë, por nuk mund të dorëzohesh prapë. Dhe në fundit, opozita fjalën dhe kontrastin moral ka. Shumica e njerëzve që pretendojnë se janë gazetarë dhe opinionistë dhe analistë në këtë vend, vëlla, në këto mediat ditë e zezë që ka këtu, përgjithësi mediat këtu janë ditë e zezë, kupton. Llumi papar, ose vënë gjoba, shumicën e tyre vënë gjobat se janë të paaft, ca paguën, po marrin dhe shumë pak lek, pra është kuthret qameti peizazhi audiovizual shqiptar, është tmerr kur e mendon. Kapri. Unë jam kurioz ta di, ti vetë si Kapri, vëlla. Unë po them për Agronin se ju jeni individ, po përse jeni bashkë. Ore, ti kur ti jesh parlament nga shtatori, ti do bësh opozitën e Ramës apo opozitën e Berishës? Jam shumë kurioz. Jo, më do bëjmë opozitën tonë, më pse? Opozitën e kujt do bësh pra? Sepse këtu në Shqipëri, vëlla, shumica e njerëzve i bën opozitës, e kupton? Po Ramos, më. Kjo është merë, Po Ramos, më. Ai është merë, më. Kjo është Po merë. Ramos do e bëjmë sigurisht, po ore tani se hape muhabetin, po ne si mi marrë dhe me PD-n tani më vjen keq. Kjo është e vërtet. Në fushat nuk jeni marrë, keni shmangë. Tim ndryshe. Jam dakord, jam dakord. Sepse që ti jeni opozitë. Po prandaj të pyeta pra, prandaj të pyeta se më duhet një deklarim publik tani këtu. Në opozitë të bashkojnë kauzat, çani. Të bashkojnë kauzat, nuk bashkojnë ja bashkuan votat në çarit e ka 83, bashkojnë kauzat. Nëse deputetët e Berishës do ngrenë një kaos të drejtë atje dhe ka nevojë për mbështetje do na kenë në krah. Ashtu si shpresim që të vinë ata në krahun tonë ku ngremë në një çështje me interes. Edhe pse nuk bëni diferencë, në fund të fundit ai ka kaq shumë vota sa. Opozita të bashkon kauza mos çani se s'ke numrat më. Jo bëre mirë me atë që the se është merr i madh nëpër mediat. Gjithë mediat janë turr opozitës Berishës se ky është fajtori që Rama vodi zgjedhjet, e kupton apo? Kur duan të bëjnë analizën e zgjedhjeve dhe thon pse më Rama ka shumë se Berisha i dobët. Kësaj i thon ti bie shkurt. Kjo është justifikosh atë që bëri pushtetin. Berisha nuk është, dëgjoj, Berisha nuk është se s'është i dobët. Kjo nuk bie diskutim. Problemi është që kur je analist politik, vëlla, dhe kur do të bësh një analizë serioze, ti nuk mund të thuash, pra nuk mund të biesh kaq shkurt, ti biesh nga rrugë e shkurtë dhe thuash, e më leje varet tani se njerëzit votuan Ramën se nuk donin Berishën. Këtë po themi, jo, këtë po themi, realisht në këtë po themi. Sepse nuk është kjo arsyeja fatikisht. Kjo mund të jetë arsyeja e fundit. Po ka 99 të tjera. Dhe po ta shikosh, gjithë këtyre këmbave i bin të njëjtët njerëz, të njëjtët analistë që ishin pjesë e propagandës së Ramës. Më fajna ka opozita është gjithmonë në këtë tezë, fajna ka opozita. Është munduri kjo. Kjo është e neverishme. Ka një humor të bukur Pieri kur Ralç që me të madhin luftar Paja që i vjedhin lopën edhe mblidhet gjithë fshati e thot po pse s'flen me një sy hapur, po pse s'bën një qen, pse s'bën këtë, pse s'mbrën atë, dhe ai shkreti që i kishin ngel fëmijët pa qumësht, pa jetë, thot ore, po hajduti më vëllezër, thot s'kishte faj fare. Në këtë situatë jemi kaq e thjeshtë. Ledio, plas fabulën e dytë në ekran plak. Jo, që ka gongu. Mira, bëjmë një xhiro, Ledio, te Dorelani.